kanë qenë të rregullta, siç ka qenë edhe vlerësimi fundimram i vëzhguesve. Disa parregullsi që janë hasë në proces kanë qenë dhe ngelin periferike që mund të afektojnë drejtat e ndonjë kandidati, por që në tërësinë e tyre do të thotë të kanë rujt integritetin e mirë. Sa i përket rezultateve, mendoj se pak a shumë kanë qenë të pritshme. Marrë parasysh prej simptomave që kemi mujt me i pa kohëve të fundit edhe përfshi dhe fushatën zgjedhore, cila ishte mjafte që ishte e rregull dhe e gjatë që mjaftueshëm për me pas A shumë kohë është një fushat e rregullt me kozgjatje. Me kozgjatje, njeri ka mujt me pa pak a shumë do të thotë gjendjen dhe rezultati është i njëjtë siç ka qenë afërsisht edhe para këtyre zgjedhjeve, për shkak se kuadri juridik është i tillë që nuk lejon një parti ta përkthejë votën në shumicë absolute. Në zgjedhjet e kaluara partia fituese i fitoi 48 dhe e bëri 61 mandate politike, do të thotë e brendshme. Pezon Partia Demokratike kanë qenë ndikep për shkak se lidert i mori Haga, LDK-a për shkak të situatës në cilën u gjet pas ndryshimeve që u bon brenda në parti dhe përgjithsisht klima ka qenë edhe miqve edhe uzimet e miqve ndërkombëtar që me adhon një mundësi lëvizjes vetëvendosje me qenë se ka qenë thuajse 2 dekada në pjesë bukur të madhe në opozit, për me pa do të thotë performancën. Kjo ideja ka qenë por kuptim me desh me bë obstruksion, gjendja është sikur që ka qenë para 4 vite. Unë besoj që do të ketë vullnet mirë, siç ka pasur para 4 vite, do të thotë tash nga partia në pushtet që me i prini procesi formimit të institucioneve qendrore që do të ishte për lakmi, do të thotë që nuk do të zvarritej dhe do të respektojnë tërësi kushtetuta dhe ligji. Nga rezultatet që i kemi, 48 deputet i ka koalicioni rreth lëvizjes vetëvendosje. Së është aty edhe Alternativa dhe Guxo, por janë 48 mandate. Pa mjaftueshme për minimumin për të bërë qeverin, por edhe pa mjaftueshme për të propozuar kryetarin e kuvendit, e cila i takon sipas kushtetutës partisë e cila del e para. Ne kemi dëgjuar kryeministrin aktual si dhe kryetarin e lëvizjes vetëvendosje thotë se vetë do ta bëjnë qeverin, i ka quajtur si i ka quajtur opozitën, i quajti edhe hajvan dhe me epitetet të tjera, dhe sërish e përsëriti se ka mbetur në qëndrimet e njëjta. Si mund të bëhet me 48 deputet qeverie? Shikoni, ajo është do të thotë me nxjerr 4 orë në rreth. Ajo është pamundur, do të thotë si diskutohet. Situatën e vështirëson jo vetëm ky rezultat çfarë është, si thosh, si për pozitë ashtu dhe për opozitë, por edhe sjellja do të thotë që ishte natën e zgjedhjeve që do të thotë ishte një ofendim i papritur mbi gjitha, do të thotë në cilësinë e papritur natën e zgjedhjeve, por ajo ishte zhua fushatës. Qytetar, ja, po mirë. Se kishte përdorur edhe gjatë fushatës, jo miza, jo bubreca, jo. Mirë, ato do të thotë nuk është si bubrec si hajvan, do të thotë hajvan insekti me kafshë ka dallim. Do thotë ka dallim sepse zakonisht kur për ulje diniteti njeriut merret për bazë kafsha, jo do thotë insektit. E dyta, çështja e formimit tek vetë, do thotë pa alat është, pa koalicion është e pamundur për shkak se rezultati ka qenë i tillë. Gjithë ata janë votues të popullit, përfshi dhe komunitetet jo shqiptare, kur them popullin, mendojmë popullin e Kosovës. Ai ka përjashtuar listën serbe, e ka përjashtuar partitë opozitare shqiptare. Nëse dojnë me vepru sipas kushtetutës, ai nuk mundet, as kërkush s'mund t'i përjashtoj. Ai ka përjashtuar edhe para kësaj, se shikoni. Kushtetuta është e qartë, do të thotë, kur mas parim le ta them për çështjen e kryetarit kuvendit. Këtu është krijuar, unë e kam dëgjuar edhe në publik, thotë gjykata kushtetuese ja ka dhënë partisë parë, nuk është e vërtetë.
Aktgjykimi i dytë për rastin Vlan, që quhet, për